një njeri publik si që jamon kur do dhe përdel dhe kërkon votën e popullit dhe kur shpreh mendime, duhet të jetë i hapur për çdo lloj kritike. Pra nuk mund të qortoj njeriu se të më ngelet hatri, por çdo kritikë që bëhet vetëm të jetë e vërtetë. Domethënë të bazohet në fakte dhe në gjëra të vërteta. Unë kam lindur në marrë 1972, kështu që Radio Tiliria i mbaj më shumë mirë. Neymar dëgjonim dhe ne. Ku ke lindur Neymar? Neymar, kam lindur Neymar. 72 kam lindur Neymar dhe gjimnazin. Po? Kam mbaruar vitin 90, sa për mbarova gjimnazin, i ka për në Greki, isha emigrant, ku kam punuar të gjitha punën. Hidraulik, ndërtim, kamarier. Ja, më fal pak, më fal që të ndërpres, se ti marrin çik me radhë, se do të pyesë për pjesën e Greqisë. Domethënë nga viti 1972 që lindë deri në 90 të jetuar Neymar. Vetëm Neymar. Vetëm Neymar. Tani, Beleri mbi emri yt, nga është origina? Çfarë janë Belerit? Fisi im, siç të më të vjetrit, ka ardhur 400-500 vjet para ati. Jemi origjinën e erët e kemi nga fshati Progonati, sot është të Pelen. Origjina është nga Progonati të Pelenës? Po, ne jemi fis barinj, stërgjyshim, stërgjyshi, babajm, të gjithë kanë qenë barinj. Edhe duhet të dini që me ato fshatra akoma kemi një miqësi 400 vjeçare, sepse në Bear ata kopet e tyre shihnin, ne në Bear kopet tona i çojnim në malet e Petrovicës në Kuzman Progonat, dhe ata i sjellin Neymar në dimër, që është koha më e butë. Domethënë origjina ju është nga Progonati? Më falni? Origjina ju është nga Progonati? Po, sigurisht. Ju jeni lab? Unë jam nga Progonati, kur familja ime ishte në Progonat, zoti të foku. Po? Në Progonat kishe ishin të gjithë ortodoks dhe flisin grekisht. Dhe flisin grekisht. Po, tani nuk e... Kjo lidhja me Greqin kush ishte? Progonati atëre, Progonati me sa u kam dëgjuar, kemi pak një uri të gjuhës greke. Progonat në grekisht ka një kuptim, në shqip çfarë do me thënë? Çfarë do me thënë? Nuk e di. Në grekisht Progonat do me thënë tokja të parëve. Progoni. Në shqip çfarë do me thënë Progonat? Nuk do t'i futem kësaj bizete, unë nuk jam i kompleksuar. Edhe po të isha me origjinë shqiptare, do ndjeja të njëjtën krenarik që ndjem të tani. Njeriu ndihet edhe mos dëgjoni prallat që thonë për media që i ka blerë Greku i Mariotët. Në cilën periudhë historisë i Mariotët nga blerë dhe nga shqipër dhe nga kush? Kush janë ata që ka blerë dhe nga shqipër? Se them që Greku ka blerë Mariotët dhe ase kam thënë ase them asnjëherë. Veç ai Mariotëve që ju në përmendje ato i thoni të shirtur dhe që blerë për 300 euro, paguajnë me 1000 euro taksa në Greki. Jo, shiko, domethënë mos të themi një gjë që këtu s'po e thot dikush. Është e padrejtë, tani kanë filluar dhe po sulmoni dhe migrantë shqiptarë, jo vetëm minoritarët, po edhe shqiptarët, domethënë emigrantët të përkatësisë shqiptare që jetojnë në Greki dhe kthehen në Shqipëri, e di që të gjithëve në mënyrë përbuse ju flasin Jorgo. Pra, duhet ta shikoj media shqiptare të problemin e antigrekizmit, anti-helenizmit. Tani, se shumë i thërë. Dhe i paskjarë, për mua i paskjarush. Zoti Beleri, ju deri 18 vjeç keni lidhur e jetuar në Himar. Do dhe në, si e dini ju historinë dhe e lidhjes me Grekët, me Greqinë të asaj që ne i themi minoritet në Shqipëri? Zoti Kafoku, mbani më kur isha në Burg, vdikje gjyshja ime, 99 vjeç. Po? Atë skemin që më quan me pranga për varosur gjyshi. Gjyshja ime nuk dinte shqip. Gjyshi dinte shqip se ka punuar në tregtisht e kamarieri mësoi. Unë personalisht kam mësuar shqip në klasën e parë fillore. 6 vjeç, 7 vjeç. Problemi edhe pse ishte diktaturë midis nesh,
njifeshin. E dini që Neymar, të paktën pas viteve të 10, nga vitet e 10 deri në vitet 90, vinin turist, kishte domethënë klasa më e lartë, doktorat, profesorat në Shqipëri, kryesisht nga Tirana vinin për pushime e Neymar. Të gjitha ata njerëz sot kanë bajtur miqësi me shtëpitë që po vjen atë s'kishte hotel, vinin në shtëpitë tona. Kemi miqësi. Duhet të pyesni ata njerëz, dhe ata janë dhe mikë të vërtet të Neymarës, se qarë atje që vinin me kë flisin, qa bisetonin, si flisin plakat, si flisin fëmijë në rrugë, si u shilleshin, sa mi pritësi. Të nuk e diskutojmë ne se ne në atë kohë kishim dhe një këngë Saga po të dua, do thënë nga dropulli në veri. Saga po të dua ishte pas viteve 90, unë them para viteve 90. Jo, ajo ishte në mos gaboj 91, do thënë sa mbaroi ajo. 90-91. Ti e këndoja këngën Saga po të dua? Në 91 ishin apër, unë them para sa hapi shumë kufit. Ishte shumë. Shko, po ta bëj këtë pyetje kështu është pak shumë me humor. E këndoja atë këngë, të pëlqente ajo kënga e Nertila Kokës dhe David Tukiçit? Sigurisht që më pëlqente dhe duhet të dini që unë shikoja sport shqiptar, muzikë shqiptare, kur jetoja në Neymar, jetoja si në Shqipëri. Dhe si çdo shqiptar tjetër. Problemi i shqiptar ishte që nuk ishte antena dhe nuk kapte në televizori shqiptar. Domethënë duhet i kërkoni problemet. Kryesisht nuk e kapte Tiranën Neymar? E dini që Neymar nuk kapte televizorin shqiptar, ishin shumë pak vende që i kapte, do të them para viteve 90. Në frynte një herë në llogara e merrte dhe ta antenë dhe me muaj të tëra nuk kapte televizionin shqiptar, shikojnë vetëm televizionin grek dhe italian. Mirë, si ju trajtoi juve shteti shqiptar gjatë diktaturës? Ju që ishit pakicë kombëtare, do të thënë në Shqipëri, pakicë greke. Mua personalisht familjen time na ka trajtuar si një familje mesatare shqiptare, as të përsekutuar ishim, po as të privilegjuar, si që thash jemi një fis barish. Po unë duhet të them statistika, që ka dëgjuar nga ishte përdjekur politik shqiptar, që nga të përdjekur politik, mesatarja nga vëndet që kishin origjinë nga pjesa ku banonin në grek ishin përqindje më të mëdha në burg, se sa pjesa tjetër e Shqipërisë. Ishte veri Shkodra dhe minoritarët. Shkodra ishte në vend të parë katolikët, edhe në vend të dytë ishin minoritarët. Pra kishte një diskriminim, po u them jo personalisht. Përqindja e Mariotëve që ka bërë në burg për arsye politike shumë e madhe se mesatarja e shqiptarëve. Kjo bëj me qëllim apo ishin më kokfort dhe më të pa disiplinuar i Mariotët, gjelet për të parë. Unë të them faktin. Me thënë drejtën këtë për të parë dëgjoj që ka qenë përsekutuar pakica greke. Dhe për ta mbyllur këtë diskutimin për të kaluar në jetën pasaj. Unë them, po të shikoni, kemi statistika dhe numrat, ka shoqata të ishte përdjekurve politikë dhe të ndërmuarve. Jo, ju po thoni që janë statistika. Do thënë pakica kombëtare greke janë dënuar më shumë se sa shqiptarët. Më falni? Ju po thoni që pakicat greke janë dënuar më shumë se sa shqiptarët? Sigurisht po. Në Neymar, edhe në zonën e Burgut, përqindja është më e madhe se mesatarja përveç katolikëve të veriut.